Domethënë e kanë humbur qendrinë e teksteve të Kuranit dhe Sunetit në zemra. Pra kështu e shifni ju, me bidatxhit nëse flet, i thu ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka atë qendri. Dhe kurse Allahu ka thënë la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Domethënë mos dilni përpara Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sawti. Gjithashtu ka thënë mos e ngrini zërin mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se rezultati është në tahbata a'malukum, domethënë sepse do t'ju azgjësohen veprat. Thotë nëse është vetëm intensiteti i zërit kur flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe flet dikush tjetër, është shkak për shkatrimin e veprave. Atëherë si është që logjika e dikujt domethënë të jepet përparësi më lart se ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se veprat azgjësohen.